Gjykata e Apelit në Shkup e ka konfirmuar aktgjykimin lirues për rastin Talir 2, ku i dyshuar kryesor është ish kryeministri Gruevski. Rreth 12.000 fëmijë në Maqedoninë e Veriut janë ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual përmes teknologjisë brenda një viti. Është hedhur gur themeli autostradës Shkup-Blac, projekti financohet me kredi dhe fonde evropiane. Katër narkoterrorist kanë mbetur të vrarë në një sulm në Karaibe. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pas një seance të mbyllur, Gjykata e Apelit njoftoi sot se rikonfirmon akt vendimin lirues për ish kryeministrin Nikola Gruevski për rastin Talir 2. Në këtë rast, ai akuzohej për abuzim të pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe për pastrim parash dhe përfitime tjera në bazë të veprave penale. Gjykata e Apelit në Shkup e hodhi poshtë si të pabazë ankesën e prokurorisë themelore publike dhe konfirmoi aktgjykimin lirues të Gjykatës Themelore Penale të Shkupit për rastin Talir 2. Vendimi është marrë pas mbajtjes së një seance të mbyllur më 26 gusht 2026, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës penale dhe propozimit të prokurorisë së lartë publike të Shkupit. Sipas njoftimit, gjykata vlerësoi se veprimet e ish kryeministrit Nikola Gruevski në cilësinë e personit përgjegjës kanë qenë brenda kompetencave të tij dhe se prokuroria nuk ka paraqitur prova se ai ka vepruar në kundërshtim me ligjin për financimin e partive politike. Gjatë procedurës, Prokuroria Themelore Publike e Shkupit, si pale autorizuar e akuzës, nuk ka dëshmuar për te çdo dyshimi të arsyeshëm se kompania e ndërtimit beton kishte cilësinë e subjektit i cili në momentin e lidhjes së kontratave me partinë politike ushtronte veprimtari publike në kuptim të ligjit të lartë përmendur. Prandaj nuk ka ekzistuar ndalesë ligjore që ai të dhuronte mjete për partinë politike dhe as detyrim që i akuzuari si person përgjegjës i partisë politike t'i kthente këto mjete. Ky rast ka të bëjë me financimin e paligjshëm të partisë politike VMRO-DPMNE. Akuza e ngarkon ish liderin e saj dhe ish kryeministrin Nikola Gruevskin për abuzim të pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe për pastrim parash dhe përfitime të tjera në bazë të veprave penale. Procesi gjyqësor për këtë rast filloi në vitin 2019, ndërsa në vitin 2022 gjykatës ja e shpalli fajtor Gruevskin duke e dënuar me 6 vite burg. Por në vitin 2023 Apeli e anuloi aktgjykimin dhe e ktheu lëndën për rigjykim. Rreth 12.000 fëmijë në Maqedoninë e Veriut janë ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual përmes teknologjisë brenda një viti, tregon një raport i ri i UNICEF-it. Të dhënat zbulojnë për masa shqetësuese të abuzimit online dhe ndikimit të tij tek fëmijët, ndërsa institucionet kërkojnë forcimin e ligjeve, mekanizmave të mbrojtjes dhe masave për parandalim. 11 fëmijë të moshës 12 deri në 17 vjeç që përdorin internetin në Maqedoninë e Veriut. Rreth 12.000 fëmijë u ekspozuan ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual duke përdorur teknologjinë në një vit të vetëm, sipas një raporti të ri, parandalimi i dëmit në Maqedoninë e Veriut, i cili thekson nevojën urgjente për sistemet më të forta për parandalim, mbrojtje dhe mbështetje për fëmijët. Raporti thekson se fëmijët e ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual përmes teknologjisë kanë pasur 11 herë më shumë gjasa për të kryer vetlëndim dhe 12 herë më shumë gjasa për të pasur mendime ose sjellje vetvrasëse, krahasuar me fëmijët që nuk kanë përjetuar një abuzim të tillë. Sipas hulumtimit të bërë, më shumë se gjysma e incidenteve të evidentuara ishin të lidhura me rrjetet sociale, ndërsa pothuajse 1/3 ndodhen përmes lojrave online. Hulumtimi gjithashtu tregon se djemtë dhe vajzat janë prekur në një masë të ngjashme, pa dallime të rëndësishme sa i përket gjinisë ose moshës. Ndërkaq, zëvendës ministri i punëve të brendshme, Astrid Iseni, tha se ky raport na ndihmon të kuptojmë gjendjen reale në shoqërinë tonë dhe si sillen të rinjët online.
Ky raport na ndihmon të kuptojmë gjendjen reale në shoqërinë tonë, si sillen të rinjët online, cilat janë rreziqet më të shpeshta dhe ku institucionet duhet të ndërhyjnë në mënyrë më efikase. Ai ofron udhëzime për forcimin e kuadrit ligjor, mbështetjen e profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe përmirësimin e mekanizmave praktik për parandalimin dhe mbrojtje. Sipas raportit, edhe pse teknologjia po ndryshon mënyrën se si kryhet abuzimi, legjislacioni jo gjithmonë po i ndjek këto ndryshime. Në raport evidentohen disa boshllëqe ligjore për shkak të cilave fëmijët mbeten të cënueshëm, veçanërisht ata të moshës 14 deri në 17 vjeç. Pas shumë paralajmërimeve dhe shtyrjes së afateve disa herë, sot është hedhur gur themeli pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac, një autostradë me rëndësi strategjike për Maqedoninë dhe Kosovën, megjithëse bëhet fjalë për një autostradë me gjatësi prej 10 kilometra e gjys, punimet nuk pritet të përfundojnë para 4 viteve. Në praninë e kryeministrit Hristijan Mickoski, kryeministri të Kosovës Albin Kurti, krerëve të tjerë shtetëror dhe përfaqësues europian, sot kanë filluar punimet ndërtimore për fazën e dytë të autostradës Shkup-Llac në gjatësi prej 10.5 kilometrash, e cila pritet të përfundojë brenda 4 viteve dhe të lidhet me 1.5 kilometra të autostradës tashmë të ndërtuar pranë pikës kufitare Llac. Sipas autoriteteve, në autostradë do të ndërtohen 5 tunele, 8 ura, 11 nënkalime, 4 galeri dhe 9 mure mbajtëse. Kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij tha se pas më shumë se 20 vitesh, ky projekt po bëhet realitet dhe se prej që shumë shpejt të shohim progres të konsiderueshëm të punimeve në terren dhe që projekti të realizohet në kohë rekord. Mesazhi i dytë që dua të përcjell sot është se këtu nuk do të ndalemi, shumë shpejt që nga sot do të vazhdoj me një tjetër segment, pjesë e korridorit 8. Shpresoj që shpejt nga sot të jemi dëshmitar të një ngjarje të tillë, e cila do t'i lidh Bukojçanin dhe Kërçovën. Me këtë do të krijohen kushtet që në territorin e shtetit të ndërtohen 6 segmente autostrade, diçka që deri më tani në të kaluarën nuk ka ndodhur kurrë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se çdo kilometër i ri rruge është investim në jetën e qytetarëve dhe në zhvillimin ekonomik të të dyja vendeve dhe se do t'u jep mundësi bizneseve për të lëvizur mallrat dhe për të krijuar partneritete të reja. Autostrada Shkup-Llac me 5 tunele, 8 ura e 4 galeri do ta forcojë shumë më tepër lidhjen infrastrukturore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë Veriut. Përveç se do shkurtohet distanca, do të lehtësohet lëvizja dhe do të krijohen mundësi të reja bashkëpunimi për qytetarët dhe ekonomitë e dy vendeve tona. Zëvendës shefi i delegacionit të BE-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Benu Pnau, tha se prioritetet strategjike të BE-s janë investime konkrete nëpërmjet autostradave standarde dhe se ngritja e kësaj lidhje në mes Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut lidh edhe rajonin me rrjetet europiane të transportit. Kontributi i BE-s nuk është vetëm financiar, por është mbështetje e plotë për arritjen e qëllimeve të përbashkëta për lidhjen e Ballkanit me lidhjen e transportit europian, mbështetje në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, krijimin e mundësive të mira për bizneset dhe individët, lidhjet transportuese na mundësojnë të lëvizim pa ndërprerje. Financimi i projektit është siguruar përmes kredisë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në vlerë prej 167.6 milion eurosh. Një granti nga korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor në vlerë prej 30.82 milion eurosh. Fondeve nga buxheti i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore për shpronësimin, si dhe fondeve grant për kompanitë projektuese Hill International dhe ADT Omega. Ndërkohë, nisja e punimeve në autostradën Shkup-Llac ka sjellë përplasje politike mes partive shqiptare. Vlen e cilëson projektin si realizim të një premtimi të rëndësishëm, ndërsa BDI kritikon vonesën dhe rritjen e kostos duke kërkuar përgjegjësi nga pushteti. Fillimi i punimeve në autostradën Shkup-Llac u shoqërua me reagime në skenën politike. Nga partia Vlen deklaruan se pas më shumë se 2 dekada shpritjeje dhe premtimesh, ky projekt po bëhet realitet.
Ata thonë se për Vlenin, kjo është më shumë se një rrugë, është lidhje mes njerëzve, familjeve, bizneseve dhe ekonomive, si dhe një hap konkret drejt integrimit evropian të vendit. Me një investim prej mbi 198 milion eurosh, autostrada do të ketë 5 tunele, 8 ura, 11 nënkalime dhe 4 galeri, duke krijuar një lidhje moderne më të shpejt dhe më të sigurt drejt Kosovës dhe më tej drejt portave të Adriatikut, Shkupi më afër Prishtinës, qytetarët më afër njëri tjetrit, Maqedonia e Veriut më afër Evropës. Reagim lidhur me këtë pati edhe nga BDI, sipas tyre vlen me 2 vite vonesë dhe 30 milion euro më shtrejt, ka vazhduar projektin që siç thon ata, ishte i BDI-s. Vlen sot e paraqitet si sukses vazhdimin e punëve në autostradën Shkup-Blac, një projekt i përfunduar më 2 maj 2023 dhe i tenderuar po atë vit nga qeveria e mëparshme me një vlerë prej rreth 183 milion eurosh. Vlen duhet t'i përgjigjet publikut pse një projekt i përfunduar u bllokua për 2 vjet dhe pse i njëjti projekt kushton rreth 30 milion euro më shumë sot. Përplasja politike rreth autostradës Shkup-Blac mbetet edhe një pikë debati mes pushtetit dhe opozitës. Ndërsa Vlen e sheh nisjen e punimeve si realizim të një premtimi dhe hap drejt integrimit evropian. BDI ngrej pikpyetje për vonesën dhe rritjen e kostës së projektit. Kryeministri Christian Mickoski shpreson të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së tij në New York në shtator, ku do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mickoski e ka thënë këtë në një intervistë për portalin amerikan Breitbart, duke folur për bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të dialogut strategjik dhe negociatave për tarifat doganore mes dy vendeve. Sa i përket tarifave doganore, kryeministri bëri të ditur se Maqedonia e Veriut dhe SBA-ja kanë arritur një marrëveshje në parim për tarifa doganore zero për produkte që vendi eksporton në SBA dhe anasjeltas. Besoj se ishte rreth një vit më parë kur i filluam negociatat me administratën e presidentit Trump dhe arritëm një kompromis. Vendosim tarif doganore zero për importin e produkteve nga Shtetet e Bashkuara në territorin e vendit tim dhe anasjeltas. Kemi tarifa doganore zero sa i përket eksportit të produkteve maqedonase në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Mickoski. Një jetë në shërbim të njerëzimit në Shkup u shënua ditëlindja e Nën Terezës. Në aktivitetin qendror i ftuar nderi ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. U rikujtua jeta, vepra dhe trashëgimia humanitare e Gonxhe Bojaxhiu, ndërsa u theksua dhe lidhja e saj e veçantë me Shkupin. Manifestimi u shoqërua me promovimin e një libri dhe hapjen e një ekspozite kushtuar figurës së Nën Terezës. Një jetë në shërbim të njerëzimit. Kjo ishte motoja nën të cilën në Shkup u shënua ditëlindja e Nëna Terezës. Në Muzeun e Artit Bashkëkohor, jeta dhe vepra e nobelistes shqiptare u rikthye në vëmendje përmes një aktiviteti qendror, ku u bashkuan përfaqësues institucionesh dhe figura politike. Mesazhi i aktivitetit ishte i përqendruar në trashëgiminë e Nëna Terezës dhe vlerat e humanizmit që ajo la pas. Hapjen zyrtare të manifestimit e bëri zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane Bekim Sali, i cili vlerësoi simbolikën e nisjes së punimeve të autostradës Shkup-Blac pikërisht në ditëlindjen e Nëna Terezës. Ai theksoi se kjo rrugë do të afrojë njerëzit dhe do të forcojë lidhjet mes dy vendeve në frymën e humanizmit, dashurisë dhe respektit për tjetrin, që përfaqësonte Nëna Tereza. Le ta kujtojmë sot Nën Terezën me krenari për origjinën e saj dhe për lidhjen e saj të pandashme me Shkupin tonë. Por, le ta kujtojmë edhe me përgjegjësinë që të mos mbetemi vetëm te krenaria. Sot Maqedonia e Veriut në përgjithësi, Shkupi në veçanti dhe shqiptarët nga gjithë bota e kujtojmë me nderim dhe krenari emrin dhe veprën e Gonxhe Bojaxhiut në Nën Terezë. Andaj le të jetë misioni në Nën Terezë frymë dhe frymëzim edhe i veprimit tonë. Në këtë ngjarje, i ftuar nderi ishte kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili foli për figurën dhe trashëgiminë e Nënës Terezës. Sot me 26 gusht, në ditën e lindjes së anijës Gonxhe Bojaxhiut,
jemi mbledhur në Shkup për të kujtuar një prej figurave më të njohura shqiptare të shekullit 20. Një grua e cila nga ky qytet do të nisej drejt një rrugtimi që do ta çonte shumë për te vendlindjes së saj dhe do ta bënte të njohur në mbar botën për humanizmin dhe përkushtimin ndaj njeriut. Rrugëtimi i saj u soll në vëmendje edhe përmes librit Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiut drejt Nënë Terezës Universale, të profesor doktor Skender Asanit, kushtuar udhës së Gonxhe Bojaxhiut nga Shkupi drejt figurës së Nënë Terezës Universale. Ky botim solli një vështrim mbi rrugëtimin e Gonxhe Bojaxhiut nga Shkupi dhe formimin e saj shpirtërore njerëzor deri në shndërimin e saj në një nga figurat më të njohura të humanizmit universal. Sot në ditëlindjen e Gonxhës son, nga Shkupi i saj, po e nisim edhe një herë udhën e saj drejt botës. Nuk po promovojmë vetëm një libër dhe nuk po hapim vetëm një ekspozit. Sot po kthehemi te burimi, te koha kur bota ende nuk e njihte Nën Terezën, por kur në shpirtin e Gonxhe Bojaxhiut kishte filluar të linte misionarja që një ditë do t'i përkiste mbar njerëzimit. Ndërkaq, kjo ngjarje u mbyll duke rikujtuar mesazhin e humanizmit dhe dashurisë për njeriun që la pas Nëna Tereza, ndërsa manifestimi vijoi me hapjen e ekspozitës kushtuar jetës dhe veprës së saj, koktejlin e organizuar në këtë rast dhe fotografinë e përbashkët të funksionarëve. A1 Maqedoni shënon 7 vjetorin e funksionimit me prezentimin e një platforme të re të komunikimit dhe oferta speciale për përdoruesit. Kompania paralajmëroi një kapitull të ri në zhvillimin e saj me fokus të inovacionit, teknologjia dhe përmirësimi përvojës së klientëve. Operatori i telefonisë A1 ka shënuar sot 7 vjetorin A1 Maqedoni, ndërsa në eventin organizuar për këtë rast u tha se kompania po hap një kapitull të ri në zhvillimin e saj dhe ka prezantuar platformën e re të komunikimit. Po ashtu, me rastin e 7 vjetorit u prezantua një ofertë speciale për përdoruesit e tarifës A1 Combo L, me të cilën ata marrin një dhuratë 7 muaj qasje në shërbimet më të njohura të transmetimit, Netflix, HBO Max, Sky Showtime dhe Filmbox, duke u ofruar atyre më shumë zgjedhje dhe qasje në më shumë përmbajtje. Drejtori i përgjithshëm ekzekutivi A1 Maqedonisë, Metodia Mirçev, theksoi se teknologjia ka kuptim të vërtet vetëm kur është në shërbim të njerëzve dhe siç shtoi ai, kur i ndihmon ata të jenë më pranë njëri tjetrit, të përparojnë dhe të lëvizin më të sigurt në botën digjitale. Gjatë 7 viteve të fundit kemi investuar, jemi zhvilluar dhe kemi ndërtuar një rjet modern dhe superior, por ajo që për ne ka vlerë më të madhe është besimi që ndërtojmë me përdoruesit tanë. Me mesazhin A1 i yti, duam të themi qartë se pas çdo investimi, inovacioni dhe shërbimi tonë qëndrojnë njerëz, ndërsa ne jemi këtu për t'i mbështetur dhe për t'i ndihmuar në përparimin e tyre. Ndërkaq, Elena Panova, drejtore e marketingut dhe transformimit digital në A1 Maqedoni, u shpreh se qëllimi i tyre është që gjithmonë të jenë një hap më pranë nevojave dhe pritshmërive përdoruesve të tyre. Zakonet e përdoruesve ndryshojnë vazhdimisht dhe qëllimi ynë është që gjithmonë të jemi një hap më pranë nevojave dhe pritshmërive të tyre. Prandaj në A1 i ndjekim me kujdes këto ndryshime dhe vazhdimisht punojmë për të ofruar shërbime relevante dhe një përvojë të nivelit më të lartë për përdoruesit. Në kuadër të 7 vjetorit të A1 për përdoruesit e tarifës A1 Combo u shoqërohet me një ofertë speciale të cilët përfitojnë një dhuratë, duke u mundësuar një zgjedhje më të madhe. Ministria për Evropë dhe Punë të Jashtme të Shqipërisë ka njoftuar se ka përfunduar operacioni për riadhesimin vullnetar nga Siria të 5 shtetasve shqiptar, mes të cilëve gra dhe fëmijë. Në një njoftim nga Ministria thuhet se operacioni realizuar me 26 gusht 2026 është kurorëzimi një pune të gjatë dhe të kujdesshme që kërkoi koordinim të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve shqiptare, përfaqësive diplomatike dhe konsullore si dhe autoriteteve të vendeve të përfshira. Riadhesimi shtetasve shqiptar nga zonat të prekura nga konflikte është shprehje e përgjegjësisë së shtetit për mbrojtjen e qytetarëve të vet dhe në rrethana të vështira dhe komplekse.
Kthimi i tyre në atë dhe përmbyll një fazë të rëndësishme të këtij procesi, por jo përgjegjësinë institucionale ndaj tyre. Pas mbërritjes në Shqipëri, shtetasëve të riadhesuar do t'ju ofrohet asistenca e nevojshme dhe do të kryen vlerësimet shëndetësore dhe psikosociale. Institucionet përgjegjëse do të vijojnë në mënyrë të koordinuar punën për akomodimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri, ka theksuar në njoftim Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Qeveria e re e Hungarisë, e cila e mori detyrën në maj të vitit të kaluar, ka përcaktuar Rusinë si kërcënim në një dokument zyrtar të miratuar së fundmi. Dokumenti u përgatit për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s dhe u nënshkrua nga kryeministri Petar Maxar. Ai përcakton udhëzimet për delegacionin hungarez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në shtator. Hungaria dënon agresionin ushtarak rus, mbështet pa rezerva sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht dhe njeh të drejtën e Ukrainës për vetëmbrojtje. Sjellja e Rusisë përbën kërcënim për Hungarinë, Evropën dhe rendin global, si dhe vën në rrezik serioz pakicën hungareze që jeton në rajonin e Karpateve. Thuhet në dokument, dënimi i Rusisë përfaqëson një shkëputje të qartë nga qasja politikës së jashtme të qeverisë së mëparshme nën Viktor Orban, e cila kishte ndjekur një kurs më miqësor ndaj Moskës. Ushtria amerikane ka thënë se një sulm ndaj një anije të dyshuar për trafik droge në Karaibe të martë rezultoi në 4 persona të vrarë në kuadër të një fushate që po vazhdon kundër rjetëve të karteleve në hemisferën perëndimore. Komanda jugore SBA-s tha se Task Forca e përbashkët e hemisferës perëndimore kreu sulmin kinetik vdekjeprurës ndaj një anije të shpejtë që operonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të narkotikëve në Karaibe. Informacionet e konfirmuara të inteligjencës zbuluan se anija ishte përfshirë aktivisht në trafikun e narkotikëve. Si rezultat i operacionit u vran 4 narkoterroristë, thuhet në platformën sociale amerikane X. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Billings, Montana, SBA, ku një 44 vjeçar vrau 8 antar të familjes së tij, përfshirë 4 fëmijë dhe më pas i vuri flakën shtëpisë. Policia mbërriti në banesë pasi kishte marrë njoftimin për të shtëna. Forcat e rendit dëgjuan të shtëna që vinin nga pjesa e pasme e shtëpisë, e cila pak më vonë u përfshi plotësisht nga flakët. I dyshuari Alan Smith kishte jetuar me prindërit e tij në këtë banesë, por sipas familjarëve ata i kishin kërkuar të largohej disa javë më parë. Megjithatë, ai u kthye të dielën në momentin kur familja ishte mbledhur për darkën e përjavshme. Mes viktimave ishin prindërit e Smith, gjyshja, motra e tij si dhe ish gruaja e Brad Ireland, Megan Gekir dhe 4 fëmijë. Viktimat përfshin 4 breza të së njëjtës familje, nga një stërgjyshe në të 90-tat, e cila përdorte karrocë me rrota deri te një vajzë vetëm 7 vjeçe. Hetuesit konfirmuan 8 viktima dhe thanë se Smith kishte qelluar edhe veten. Lajmi për Alvarez ishte i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.